na tregon neve më së miri gjendjen e LDK-s edhe për çfarë janë të interesuar ata. Për te kush ka thënë, përmbajtja është e qartë. Lëvizjeve vendosje intereson që të jetë në krye të LDK-s zoti Abdi Xhiku, sepse zoti Abdi Xhiku është e natyrueshme që për të ruajtur pozitët e tij do dojtë që të hyjnë pushtet në një mënyrë apo një tjetër, edhe në komunikim dhe në ndikimin e zonjës Osmani, në mënyrë që të ruajë pozitët e tij, të ofrojë njerëz afër pushtetit dhe po ashtu në këtë mënyrë të mbyll gojen kritikëve, duke qenë se mund të marrë një pjesë të partisë me idenë për të shkuar përpara. Por mendoj që duke referuar grupit parlamentar të LDK-s, si një vlerësim i përgjithshëm që me sa shihet edhe nga deklarimet publike, që është një grup i vogël brenda grupit parlamentar që është i gatshëm për koalicion me lëvizjen me vendosje. Është grup i vogël ky që është i gatshëm. Grupi më i madh në Totalisht. Grupet të mëdha janë kundër lëvizjeve, sepse në këtë mënyrë Po ndarja është edhe pro dhe kundër koalicionit. Por domethënë në këtë mënyrë edhe ato grupe të cilat mes veti kanë filluar të bëjnë, domethënë secila kanë filluar të bëjë kalkulimet për të marrë kryetallëkun e partisë, drejtimin e partisë, praktikisht janë kundër koalicionit sepse kjo për një arsye që zoti Abdi Xhiku do donte ta mande, të shkonte në koalicion. Ata nuk duan që të certifikojnë zotin Abdi Xhiku në krye të LDK-s, përsëri dhe gara tjetër nuk duan po ashtu të japin një avantazh të krahasuar zonjës Osmani, që për hir të vërtetës e ka lënë hije zotin Abdi Xhiku në shumë aspekte, duke qenë ai ndikuar në mas të madhe nga zonja Osmani. Dhe kjo, përveç të tjerave, ka zgjuar edhe emocione negative brenda LDK-s. Nga ana tjetër, lëvizjeve vendosje intereson një LDK të tillë, sepse edhe në rastin kur do të jepte votat për president, ai sa do të jepte, do të ishte mirë, nuk do të kishte një opozitë fuqishme, do të ishte një opozitë përgjithsisht humse, jo opozitë e cila ka propension për të rritur, nuk ngjall entuziazëm, dhe nga ana tjetër po ashtu, edhe nëse se nuk arrihet marrëveshje për presidentin, lëvizjeve vendosje është shumë interesuar, do të ishte shumë interesuar për këtë skenar me zotin Abdi Xhiku, sepse LDK-ja do të binte edhe më shumë se sa ka rënë në këto nivele ku është. Do të binte, pas do të rriti duke qenë pjesë e pushtetit. Po në këtë rast mendoj që ta mbaroj ata. Domethënë sepse kryeministri në detyrë, kryetari i LDK-s, lideri i VV-s, zoti Kurti, ka bërë një zgjedhje brillante në zgjedhje, ka thënë që ne jemi për president konsensual pas zgjedhjeve. Jo një figurë politike, e ka thënë. Pikërisht. Duke pasur ai parasysh se si mund të jetë rezultati zgjedhor, ai e ka ditur praktikisht që nuk do të mri dot numrat vetvete, pa për te deklarimeve sa do të mrije kështu me radhë. Ai realisht e ka ditur se sa do të mund të bëj dot të zgjedh president pa votat e opozitës. Duke dhënë një gjë të tillë para zgjedhjeve, para përfundimit të zgjedhjeve, para ditës votimit, zoti Abdi Xhiku realisht e ka shtruar rrugën e lojës politike dhe i ka zënë në kurth të gjithë tjerët. Në këtë mënyrë, në rast se partitë opozitare nuk shkojnë sipas idesë së zotit Kurti, kjo do të thotë që fajin e kanë ata. Dhe realisht fajin e kanë ata. Kështu që zgjedhja e zotit Kurti në këtë pikpamje është politikisht brillante dhe realisht ka qenë disa hapa para, siç ka treguar edhe në shumë raste të tjera, politikisht në raport me partitë opozitare. Në këtë pikpamje, LDK-ja është bllokuar në këtë rast. Me lejoni të themi disa fjalë për çështje procedurale. Është një çështje, thani disa hapa përpara, por Republika e Kosovës është shumë hapa në regres, unë nuk po di pse me përdor